Këtë diel, familja jonë është mysafire e trajnerit të futbollit Ismet Munishi. Do të mësojmë shumë nga jeta e tij private e ajo publike. Kur filloi me futboll? Unë kam fillu karrierën Kuqezi, e kam përfundu Kuqezi te vllaznimi. Cili është titulli më i dashur për të? Këto e ruaj edhe e kam kujtim nga Fadil Vokri, nga legjenda. Çfarë lidhje kishte me prindërit? Unë kam dalë shumë i ri prej 20 vjeçar, në gjithë të një mungesën. Si u njoftua me fluturën, bashkëshortën e tij? Si emër që e kom njoft për herë të parë, e kom njoft prej një shoku që unë atë kohë kom punu me ta, është Arjan Daci i Ndjeri, tash nuk është më në mesin tonë. Takohemi të dielën në ora 17 në Kanal 10. Familja jonë përkrahet nga Mobileria Graniti, Eureka Kids Kosovë, Shefer dhe Çaj 444.